fushave, e bashkë me këngë e bashkave, që këndoj lëndinave, pranë të denirave, këndon bili fushave, e bashkë me këngë e bashkave, që këndoj lëndinave, pranë të denirave. Gëzuar 2026, kështu e kemi nisur vitin e ri, gëzuar dhe mbarësi për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente. Shpresoj që 2026 të ketë hyrë kaq bukur, me muzikë, me are, me emocione, me energji të mirë. Kështu do të festojmë edhe për ditën e sotme, sepse ku ka më bukur se të festosh me muzikë shqiptare, një tryezë e vërtet shqiptare. Jemi me artistë të cilët do të na përfaqësojnë nga veriu deri në jug me shpirtin e popullit, me muzikën e vërtet qytetare. Janë artistë që këndojnë jo vetëm për të na argëtuar ne, por për të mbajtur gjallë emocionin, kujtesën dhe historinë e muzikës tonë. Kështu që më lejoni, përveç se ti falenderoj që ndodhen sot me ne, ti prezantoj me radhë tryezën tonë që do të na sjellë një copës Shqipërie, nga veriu deri në jug, nga qytetarja tek populloria, nga polifonia tek ritmi bandës. Do t'i nxjerrim her pas here nga comfort zona e tyre për t'i testuar dhe për t'i futur dhe në sfidë. T'ju prezantoj me radhë Flisman Llazani. Filloj me Shkodrën. Përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi që je këtu me ne. Me një copës të bukur shkodre, aq më tepër, me një zë dhe me një talent të rrallë që përfaqëson denjësisht muzikën shkodrane. Faleminderit për ftesën edhe gëzuar gjithë vitin e ri 2026. Faleminderit që je këtu me ne. Jemi me Vjollca Greca, me këngët e Kurbinit, rikthim pas shumë kohësh në skenë. Të falenderojmë që je këtu me ne. Faleminderit, gëzuar edhe mirë se u gjeta të gjithëve. Gëzuar dhe për ju. Me zonjën tonë Evgjeni Culli, ja ku erdhi dita të takohemi sërish, një zë i vërtet që përfaqëson polifonin tonë, këngën qytetare përmetare, me siguri do të na dhurosh shumë emocione dhe ditën e sotme. Diskutohet kënaqësi dhe urimi i parë është për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, paqe, shëndet, gëzim, lumturi dhe çfarë ju do zëmë. Gjithashtu, faleminderit që je këtu dhe gëzuar. Jemi me Gloria Xhamaqi, një zë i fortë i Kolonjës. Mirë se erdhe. Gëzuar, faleminderit për ftesën, gëzuar, le të jetë një vit i mbar. Unë dua të uroj fillimisht një të kenë shëndet shqiptarët, sepse e para është ajo, pastaj të tjerat besoj që me vullnet dhe me dëshira rrihet gjithçka. Absolutisht. Faleminderit që je këtu. Faleminderit juve. Jemi me Klevis Hysko, një talent që përfaqëson dhe lëvron të gjitha trevat e Shqipërisë, i përfaqësuar shumë mirë në tabanin popullor. Faleminderit që je këtu, Klevis. Faleminderit për ftesën. Unë urimin tim do jap ndryshe. O tavolina shtruar, sa pas ka lezeta, o sa ka lezeta, o shok, o sa ka lezeta, o për reze djelin, do ngrimë një shëndeta, o sa ka lezeta, o shok, o sa ka lezeta. Hajde, një vitë sa më i marë. Edhe me këto improvizimet spontane, do na jepni një atmosferë ashtu siç e meritojnë familjet shqiptare. Banda jonë e mrekullueshme do të na dhurojë atmosferë sot dhe në datën më të rëndësishme të vitit. Jemi me Denis Behari. Mirë se erdhe, kënaqësi dhe gëzuar. Mirë se u gjeta dhe uroj gëzuar 2026 për gjithë juve dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit, gëzuar gjithashtu dhe për ju. Jemi me Verona Kryeziu. Mirë se erdhe, Verona. Gëzuar. Suksese për këtë vit. Faleminderit shumë, gëzuar gjithë shqiptarëve vitin e ri, kudo që ndodhen, shëndet dhe mbarësi. Faleminderit. Jemi me Marcel Domi në klarinet dhe me Aleksandr Stafa në tastier. Faleminderit çuna, do të kemi mundësi që të bisedojmë përsëri, por më parë le të bëjmë urimin e përbashkët për të gjitha familjet shqiptare kudo që janë duke na ndjekur. Dhe do të na ndjekin dhe në vazhdim, gëzuar, me shëndet dhe mbarësi. Një tryezë e bukur festive me një copës Shqipërie. Do të kemi mundësi që të performojmë edhe të sjellim këngën qytetare, këngën popullore që na bashkon të gjithëve në tryezat tona. Tani edhe unë u reatova, kështu që më tregoni pak, duke patur parasysh faktin që të gjithë jeni artist, edhe artistët kanë një sakrificë të jashtëzakonshme në ditët festive. Nëse ne të gjithë festojmë dhe jemi pranë familjes, artistët gjithmonë i gjenë performanca ngjitur me publikun.
Më tregoni me radhë pak nga fundviti juaj edhe si është të festosh me publikun në skenë dhe larg familjes. Kanë pozitive po dhe negative. Kuptohet një njeri që dashuron artin, të ngelet, le të themi sidomos në data 31 apo 1 të ngelet bosh, pa punë, do me thënë e demoralizon, sepse ne që dashurojmë këtë lloj profesioni, ne duam që të kemi punë, ndaj kur e urojmë mes kolegëve themi patshi punë. Ky është urimi mes kolegëve artistë. Po. Klevis, ti në fakt flet sepse je beqar. Nëse flasim për një familjare, ndryshojnë pak punët, më thënë. Unë flas për veten time, jam familjare, kam 2 fëmijë, është goxha sakrificë të merresh me art në Shqipëri, dhe është shumë e vështirë të merresh me art në Shqipëri njëkohësisht. Nuk e di se sa po e ndjeni që tregu muzikor është bërë goxha i egër këto kohë të fundit. Nuk e di a vini re ju se unë e ndjej për veten time. Dhe mund të them që për një familjare, flas për një beqar, ndoshta edhe unë po të isha beqare, do ishte shumë më lehtë të bëja muzikë, sesa në kushtet kur je me familje, do përkujdesesh për fëmijët, për familjen, për veten, për gjitha, do të thënë është goxha sakrificë dhe goxha e vështirë. Edhe ju e keni kaluar këtë fazën, që është Klevis tani, kështu që e keni shijuar atë pjesë. Patjetër që por ndryshimi është i madh, se unë kam kaluar të 2 faza dhe di shumë mirë që kur ti je beqar dhe nuk ke preokupime është shumë më lehtë se sa kur je familjar. Po, e vërtet. Zonja Evgjeni, si e mbyllët vitin dhe si e nisni atë? U mbyll mirë. U mbyll mirë, kjo ka rëndësi. Sot në mëngjes u mbyll shumë mirë. Është kënaqësi kur e feston me familjen, sepse jemi të gjithë bashkë edhe festat gjithë një janë shumë të rëndësishme se bashkon familjen, por puna jonë kjo është që neve të përkushtohemi diku tjetër, mbas një lodhje shumë të madhe, se edhe përgatitjet në familje janë një çikë të marrin shumë kohë. Vem pak të lodhur, po kënaqësia pastaj që na jep publiku atje, nata e vitit të ri, unë për shumë për veten time, se si më duket që të ri në shtëpi natën e vitit të ri. E kanë të gjithë artistët. Mbas asaj lodhjeje kur vetë edhe atje dhe kur e nis vitin me një diçka që të jep kënaqësi, të jep lumturi, atëherë dhe viti kalon. Pro, kjo ka të bëjë me atë emocionin, në lidhje me rrënjët, me atë pasionin tuaj, se sa me anën financiare, ku pagesat për shumë për fund vit lidhen me një pjesë tjetër të këtij profesioni, apo jo, sepse ajo është dita kur ju paguani dhe më shumë, apo jo. Pagesat, do flasë. Pagesat në përgjithësi, unë them për shembull që në Shqipëri është gjurna që gjithmonë një këngëtar i playback-ut paguhet shumë më mirë se sa një këngëtar i live. Sepse diskutohet që një këngëtar i live këndon 3-4 orë live dhe nuk e merr atë pagesën që merr ai playback-u me 45 minuta, unë them që është një padrejtësi shumë e madhe. Tani unë e mendoj kështu, nuk e di kolegët e mi. Kjo është padrejtësia që mua nuk më pëlqen në muzikë, edhe kjo pjesa tjetër që me të vërtetë që është sakrificë që asnjëherë nuk jemi në shtëpi dhe vajza ime për shembull këtë vit më tha mua prap do ikësh, e kupton, edhe ajo e ndjen që çdo vit unë nuk jam pranë saj. Kështu që është goxha është sakrificë e këtij profesioni, se duke qenë dhe juriste i do dhe çik në balancë. Edhe pak që jam juriste edhe unë e di të balancin. Çdo njeri kur hyn në profesionin ton, se do të thënë synimi i tjetrit varet se ku e shikon atë le të themi feedbackun e vet. Për shembull ne këndojmë për pasion. Kuptohet, çështjet monetare janë, do me thënë, jo dhe aq lart sa pasioni. Kanë disa këngëtarë të tjerë që thjesht futen atje, gjysmë stonin, gjysmë intonim, edhe pastaj thjesht duan të marrin ato lekë të shkojnë në shtëpi. Por në qoftë se neve japim shpirtin në këtë lloj profesioni, ai që vjen të na shohë neve do thotë, po këndon dhe vërtet mirë. Pse mos ta marrim dhe një? Të lë pak atë kënaqësinë shihen kur ti largohesh nga atmosfera. Vjonca, ju jeni rikthyer pas shumë vitesh në muzikën popullore. Pas vitesh largimi në Itali, apo jo? Po, mbas 20 vitesh jam kthyer, gjithmonë unë me festivalet folklorike nuk jam ndarë asnjëherë, sepse që fëmijë unë jam marrë me muzikën, si këngëtare, valltare, dhe kam, si me thënë, për shumë kënaqësi dhe më duket sikur është jeta me mua. Pra, muzika, kënga, vallja është bashkë me familjen time. Nuk e mirë që të rikthyem sot për të kënduar, për performuar pa kaq shumë vite. Që më dha këtë mundësi dhe kam një album timin që do ta përfundoj me tekst dhe muzikë i kam bërë vetë dhe jam në proces disa klipeve dhe pastaj do t'i nxjerr të gjitha për një herë. Të paktën të lë një gjë të bukur të fëmijëve sepse
amatore, kemi qenë pothuajse gati 40 vite, por të le diçka të bukur edhe për fëmijët. Të nxiti dikush për t'u rikthyer dhe për të realizuar pasionin. Po, ishte pasioni për muzikë, thjesht pasioni im, sepse unë e dua shumë, sidomos folklorin, sepse gjithmonë jam paraqitur në festivale me pjesë folklorike, dhe pse unë jam me origjinë nga Lushnja, i afrohem edhe këngës jugut, por tre vëndime, normal që sepse jam lindë e rritur aty. Klisman, Shkodra e artit, e muzikës, si vjen për ty ky fillim viti? Ke realizuar dhe koncertin tënd, afor dhe pak për projektet që ke lënë pas? Po, la me një vit shumë, për vetë-vetën teme, një vit shumë suksesshëm, sepse unë kam performu në mbi 200 net live në qytetin e Shkodrës, dhe jo vetëm, sepse ne, këngëtarët e Shkodrës kena atë, dhe më thonë, Shkodër edhe Ulqeni jena si vlla e motër, kupton, ne kena edhe Ulqenin, që i përshëndes shumë miqtë e mi në Ulqen, edhe ishte një vit me shumë aktivitete, me shumë koncerte, realizova dhe një koncert recital në Teatri Megjeni, për 2 net live, edhe kam një knajt. Është për të përgëzuar Klisma sepse ka realizuar vetë koncertin, vetë biletat, ka telefonuar vetë, çdo gjë i ka marrë përsi për vetë. Edhe kam knajt, na thanë për me. Është përgjegjësi e madhe, të përfaqësosh muzikën qytetare. Po, madje unë kisha kërkesa edhe për natën e tretë, pa domethënë ishte është një mund shumë i madh për me realizuar edhe një natë kështu për 2-3 net. Se ai për 2 net duhet një 3 muaj përpara me fillu punën për me e realizu. Por këtë gjohën e bëj me pasion, e kam shumë qef, edhe ma vuen të këta festat, ka dhe që familja e me tashma u mësu që mas me më pas mund festa, asjerë në Tryez, edhe e lollshme, absolutisht, sepse është po thuj se gjdo natë muzik, por ato trukitjet, edhe i respekti që kryon dhe me thonë ta hek lolljen kretë. Si është ta përfaqësosh muzikën këngën sidomos këngën shkodrane, është një përgjegjësi e madhe për emrat. Po, është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse vetë si qytet ne kena disa lloje muzikë, kena muzikë të lehtë, muzikë popullore, kena muzikë patriotike, kena brenda qytetit, te kënga shkodrane popullore. Edhe tu marr parasysh emrat që ne kena lanë pas, me thonë, është një përgjithësi me përfaqësu edhe me kënd pasar si këngëtarëve të shuar Gjevdet Hafizi, Shoqëria Lushi, Big Ndoja, apo edhe këngëtarë që janë sot aktiv Adnan Bala, Bujar Shamili, Mukaddes Çanga, si Drejt Beleri, shumë këngëtarë tjerë, dhe me thonë që ne duhet me najtë se tonë emisionin ushe për me i përmanë. E drejt, po që të vazhdoj tradita, të vazhdoj muzika, nga të rinë të talentuar që vazhdojnë këtë kujtes të popullit tonë. Vetëm kur imaginan, Shkodra është një, dhe me thonë, një si icebergo, shifet vetëm maja, nuk dihet gjashtë që ka për mrena. Lugarite, ka një 2-3 vjetë në duke që festivalin e radio televizionit e fituin Shkodran. Festivalin e fëmijëve e festojnë prapë Shkodran, dhe me thonë që është një konkurencë shumë e madhe për me kanë këngëtarë në qytetin e Shkodrës. E drejt. Kalojmë tek bandat e Denisi. Denisi e ke mbyllur dhe si e ke nisur vitin ti? Vitit 25 ka qenë një vit si gjithë vitet e tjera, me angazhime, me punë, me koncerte, me eventet ndryshme. Shpresim që edhe viti që do na vi 2026, shpresim me projektet e reja. A jemi afërti, më i shpejti në një projekt i nisjes së 2026-ës? Po. Presë së shpejtit nxjerr edhe 2 këngë të tjera të reja, presë dhe angazhime të tjera më të mëdhaja, shpresoj me shpresën e Zotit, inshallah. Po, e kalojmë dhe mikrofonën tek Verona, përpara se të nisim, se publiku kam përshtypjen se sot do më shumë këngë, ju flisni përmes shpirtit, përmes këngës. Verona, si ishte viti yt? Ke fituar çmimin Kosovaria këndon apo jo? Po. Ka qenë kryesisht një vit me angazhime, me punë, që kanë shku goxha mirë, unë tham. Po. Shpresoj që edhe viti 2026 jetë po kështu. Tek cilat 3 vandiesh më mirë kur këndon? Këtë vit më ka ra goxha me sfidu veten edhe në muzikën e eksperimentuar ndaj të pyeta. Jugon, Verion,
këngë kosovare që i kam të mijat. Me qënë se jemi me artistë të treva të ndryshme, edhe do t'ju sfidojmë pak, duke u nxjerr pak nga ajo comfort zona e trevës që ju përfaqësoni, megjithëse Klevisi thotë që është mirë dhe përfaqëson të gjitha trevat, kënga është këngë. Kështu që po mirë, se interesante është të shikosh për një këngëtare që përfaqëson jugun të këndojë një këngë të trevave të Veriut. Një shkodrant këndoj të rapin e mashkullor, për shumë, sa interesante mund tjetë. Megjithatë, le të presim nga Klismën çka ka zgjedhur sot. Testohen kështu në zonën e Veriut, po Veriut s'para i dëgjoj të testohen në zonën e Jugut. Ja, ne kena një, sidomos në Shkodrant, ne kena një favor që ne mundena me interpretu dhe me imitu dialektin sidomos të Jugut. Kurse Jugurët e keni fije më të vështirë me pastrua gjuhën me pasi në Shkodrant. Me kënë Shkodrant të ana i banë. Ja, ne kena, se pak, bëjmë i fje humor, ne kena pasit mund. Me kënë Shkodrant të ana i banë, vetëm policia. Vetëm policia. Vetëm policia, Shkodrant policia ka. Me që jemi të Klismani, ta nisim me ty? Çfarë ke zgjedhur sot për ne? Çfarë do performojmë? To kënëso jam këngëtar për Shkodrët, mendova me kënu një këngë shkodrane. Tipike, atjetër, që përfaqëson dinjësisht. Është një prej këngëve më dashna në Shkodër. Nuk po them më bukur, po është në më dashna. Kënga e Gjyles. Le ta dëgjojmë dhe të kënaqemi të gjithë bashkë me publikun dhe gëzuar edhe një herë. Filloj me muzikë të mirë qytetare për ta nisur mbar me are dhe me këngë festën tonë. Veriu këndon me zemër, Jugu me shpirt, Shqipëria e mesme me mall. Kush nga ju se mendon se e ka më të rënd emocionin? Cila trev? Të paktën në mendimin tim për aq eksperiencë sa kam që merrem nëpër live, çdo krahin, çdo trev ka bukurinë e vet. Por duke qenë se këndoj edhe Jugun, dhe Veriun, dhe Shqipërinë e mesme, unë mendoj që për të kënduar është më e vështirë Jugu, kur këndohet në nota të larta. Se ka ato lulet,
ka atë shtrirjen. Ndërsa ato, do të paktën unë si këndoj veri, të lë më shumë hapësirë për të marrë frym gjatë këngës. Ndërsa tek ne po filloj një varg nga këtu e në Vlorë, do me thënë zmbaron po të këndohet ai varg. Gloria, si mendon ti? Vërtet e gjitha unë mendoj që edhe unë i këndoj të gjitha trevat e Shqipërisë, por te kënga e Jugut unë nuk e ndjej shumë vështirësinë se kur dal aty duket sikur gjej veten, edhe nuk e shoh kaq të vështirë do të thënë në shtrirje. Kur këndoj këngët e trevave të tjera, sigurisht që edhe këto kanë bukurinë e vet, por unë them aty sigur filloj dridhem që kur hynë e treva ime, do të thënë ndjej tamam që kjo është ajo që dua dhe është e imja, e kupton? Kur thon diçka kjo është e imja, edhe këtu i vë të ri më mirë në zonë shpirt, në emocion. Ka edhe këngë të vështira të Jugut, por nuk më thash, nga që nuk e kam probleme dhe nuk është se më duket e vështirë kënga e Jugut. Evgjeni, si mendon? Unë mendoj këtë që, për shembull, zona tonë për me ti ka lirikën në mënyrën e të kënduarit. Të gjithë e dëgjojnë, të gjithë e dashurojnë këngën përmetare. Më duket mua, njët kënga përmetare edhe në veri, edhe në Shqipëria mesme ka atë dashurin, ose si ta thojmë, ka një lloj mënyre interpretimi... Allegro. Ka harmonika, allegri më shumë. Po, veriu ka patriotizmin. Të të shumë pak pesh. Ka tjetër mënyrë interpretimi veriu edhe Jugu. Juse, çfarë të veçantë ka kënga e Kurbinit që ti përfaqëson? Me thënë drejtën, unë vërtet përfaqësoj pjesën e Kurbinit, po shpirti im flet në Shqipëri e mesme, sepse atë e adhuroj, ajo ka dhe alegri, edhe nga profesorët më thonë që ti vibraton e ke sikur ke lindur në kavaj. Dhe në Kurbin më shumë jam me grupin, pra me gratë në këngë dasme, në valde dhe gjithmonë më kanë besuar një nullën, sepse zëri yt thonë është karakteristike veçantë, një zëj ëmbël, një zëj urtë, që fëmin kur e vënë në ndjep do që mos të dëgjohet asnjëri dhe ti këndoja aq lehtë dhe ma kanë besuar gjithmonë këngën e ndjepit. Përgjithësi Shqipënia ka muzikë të bukur edhe të veçantë tana treva. Po, është vërtet. Por nga bagazhi jem paktën e shkollës, jarja shkodrane është pjesa më e vështirë muzikës shqiptare. Sepse me jarë e shkodrane kanë mbrojt konservatorin, jo vetëm Shqipni, po edhe në për Europë. Ka që kisha. Kjo është për të fiksuar, madje, edhe për të kapituar. Pas për të qytetare pjesës veriore, jarja shkodrane. Ka dhe jarja shkodrane kemi dhe me polifonin tonë, që është... Po është me shumë zëra, ndryshon pak. Ajo është veçanti, sepse ajo është shumë zëra në një zë. Do me thënë është marsi, heci, presi, vibrimi zërë që janë... Se ka shumë zëra. është mbrojtur nga UNESCO, gjë që jo më kote kanë vlerësuar, është krenari që e mbartin. Mirë, ne do të vazhdojmë me një tjetër performancë. Kush e merr stafetën? Gloria, le të shkojmë pak nga Jugu tani, me performancën që ka zgjedhur dhe më pas me të tjera këngë të bukura qytetare për t'ju ngritur pesh, për të kërcyer dhe ju qoftë valle me ritëm, sepse e tillë duhet të jetë dita e parë. Si e nisim ashtu dhe vazhdon, kam përshtypjen. Një vit që nuk kam pasur, do me thënë, në Nat Live, kemi bërë shumë pak. Ashtu, do si dje që e nisëm mirë, tani për bismillah.
se plasa, o del moj del, ti në dritare, vajzë qabe, do zonjare, o del moj del, ti në dritare, vajzë qabe, do zonjare. Hajde! Βασίλικο, τον τέμια κοσμιδόν. Μπαρμπάρο, Βασίλικο, τον τέμια κοσμιδόν. Όταν τέμια κοσμιδόν, ζεσιανίζω την περτό. Όταν τέμια κοσμιδόν, ζεσιανίζω την περτό. Faleminderit shumë. Ishim me vajzat e ansamblit Shqiponja që do të na performojnë edhe më vonë valle të bukura. Faleminderit shumë vajza, mund të qëndroni sepse sërish do të kemi valle, se jeni shumë të bukura me këto kostumet popullore. Ndërkohë, meqense jemi tek vallet, do doja të dija, duke qenë se jeni në kontakt me evente me publik të trevave të ndryshme, cilat treve ka publikun, këmbgulës në valle? Se po futëm të kostumografia, Gloria, nuk dalim do të më, kështu që më mirë prekim. Kush e ka më këmbgulës? Jugu me ndojur. E Vasili ke mo gëlloj, arena, jarnane, do vish me ne apo jo, arena, jarnane. Treshja është, le themi, nuk ka dasmor që mos të kërcej, ose publik, energjike. Janë shumë konservatorë në ruajtjen e traditës jugore. Dhe kur hyri fillimisht muzika, kur filloi vetëm me mbyty tallavaja e kështu, jugu këmbguli po te baza e vet dhe nuk doli nga ajo e veta. Prandaj po them që jugu është më këmbgulës. Po dhe ka goxha specifike jugu, për shembull, futet ju, po ka Elenaqin, ka këtë vallën Treshe, ka vallën e Çobanit, pogonishten. Po Denis, kishe diçka? Do doja do një histori gazmore nga dasmat tona. Kush ka ndonjë histori për të na treguar? Duke qenë se jam Tiranës, dem babaden Tiranës, Shqipëria mesme ka kostumografin, ka kërcimin, ka këngët, dhe e ruan me shumë tradit, me shumë fanatizëm, e ruajnë muzikën dhe veshjen. Nuk ka trevë në fakt. E flet me pasion se është pak qetli, prandaj. Do një Evgjeni, do kalojmë me ju në një performancë, një këngë përmetare të bukur. Një buqet e bukur festival, tamam një tryes shqiptare. Zonja Evgjeni, ulemi dhe më thuaj pak sa të ndihmon kënga ty për të shkëputur atë, le themi, mendimin e keq, ose një problem që mund të kesh. Sa të ndihmon kënga si një terapi? Më ndihmon shumë, sepse të kalon nga një gjendje në një gjendje. Në qoftë se këngën e ndjen, për shembull, se ndodhesh në se ka momente njeriu që edhe është dhe poshtë, është edhe lart, ke një shqetësim, një problem, po duhet të këndojnë në skenë. Kënga është ajo që të jep atë shtytjen përpara. Për mua, për shumë, më plotëson shumë kënga. Besoj se është vërtet një terapi dhe është një antistres. Kur ke një problem, një stres, si e ke përballuar skenën? Edhe Klismanin e dua përgjigjen. Është diçka shumë e bukur. Jo më kot kemi këngë që janë dhe për gëzim, po jo më kot kemi dhe këngë që kushtojnë dhe halleve dhe problemeve. Dhe dashurisë. Këtë ka të mirë Shqipëria. Duke qenë se përveç këngëtarit, unë jam edhe aktor dhe regjisor, më ka ndihmuar që t'ja japin dorë njëra tjetrës, si kënga, si aktrimi. Dhe kam një parim bazë që kur futem për të kënduar apo për të aktruar, e heq petkun e televizisit. Gjithmonë futem në petkun e personazhit apo në petkun e këngëtarit. Kënga të heq hallet, kënga të heq streset, siç e tha zonja Evgjeni. Ka qenë një rast se kam pas babin në spital, edhe në darkë duhet vija në punë.
Ti do shkosh aty, do mërzitesh sepse këto janë probleme shëndetësore që ka rethana nga më të normale. Ka rethana ama në darkë duhet vesh këndor se ai nuk e di, ke hall, ke stres, ke kështu përdesa të ka thirrur dikush për të kënduar dhe në fakt mënyra ai të ka respektuar. Kështu që ti duhet të respektosh atë duke janë nxjerr bukurat të gëzimit që të ka ftuar, e kupton? Se njerëzit ne jemi vetëm për gëzime. Halli edhe muzika bashkëpunojnë bashkë, se nëse ti ke një hall se të ka refuzuar vajzë, fillan e të kënan shpirti, fillan e të kënan shpirti, që se ke në i halë ma vonë, se i ke bërsh dikuj tjetër, atë ma vonë përso s'bohat me knu hiq. Atë s'bohat me knu hiq. Mirë, do të kaloj me Veronën. Do shta jam dhe fukara, por nuk jem me para.
ishin lotemi. Oj, 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 lajle. Oj, 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 lajle. Kujtova se vinte shi, ato ishin lotemi. Bravo, Verona. Hajde Tirana, hopa! Gjithë njerëzimi e ka thonë, ta s'va bukra ka Tiron. Vallahi është e vërtet, se Tiron s'jo me neve. Edhe nona di për di, me mornu se o t'u prit. Se jo më shuni i pleshtis, një kërgjo kon me shënis. Nuse ne kom gjet, e tas më në do t'a boj. Non e papu me gëzu, të gjithë me pesto. E nuse ne kom gjet, e tas më në do t'a boj. Non e papu me gëzu, të gjithë me pesto. Hova! Hajde! Kur të lëndri djek shomin, se nisna s'pëm pa shoqin. Hajde dhondër me kërqy, me kimet ka baba ty. Edhe nona di për di, me mornu se o t'u prit. Se jom quni i pleshtis, një kërgjo kon me shënis. Nuse ne kom gjet, e tas më në do t'a boj. Non e papu me gëzu, të gjithë me pestu. E nuse ne kom gjet, e tas më në do t'a boj. Non e papu me gëzu, të gjithë me pestu. Hajde! Nuse ne kom gjet, e tas më në do t'a boj. Non e papu me gëzu, të gjithë me pestu. E nuse ne kom gjet, e tas më në do t'a boj. Non e papu me gëzu, të gjithë me pestu. Sa më shumë dasma në 2026. Tani do kalojmë me Klevisin apo jo? Kështu që le të filloj sërish muzika me cilën zonë jemi? Të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë do t'i bësh një mix. Mix frudash, mix frudash. Okej. Hajde! O terapi more në mashkullora, o folice qizi li me goja, o terapi more o në mashkullora, o folice qizi foli me goja.
O foli që zi foli me goja, o lërbitje temi ore të shkojna, o lërbitje temi more të shkojna, ose ju s'kush ju pëjmore me boja. Ajde, hoba! O quni se more, o nga Trashovica, o se lamlapi, ajde moj trim, o lule. O quni se more, o nga Trashovica, o se lamlapi, ajde moj trim, o lule. Ajde, hoba! O me 300 sa more komica, o selam labi, ajde moj trimo lule. O me 300 ore me sa more komica, o selam labi, ajde moj trimo lule. O quzëre more topinore nga gryka, o selam labi, ajde moj trimo lule. O qezure mor topino nga gryka, o selam labi, ajde moj trimo lule. E ndrojmë një qikë dorën. Ju gorë për veri. Ju gorë për veri. Do bëjë po. Hajde! Hidhe të valëja e parë, valëja e parë. Hidhe të valëja e parë, valëja e parë. Kush valëzon blokë me arë, blokë me arë. Kush valëzon blokë me arë, blokë me arë. Valëja e dytë, hidhe të valëja e dytë, valëja e dytë. Kush valëzon nuk sopte për ditë, nuk sopte për ditë. Kush valëzon nuk sopte për ditë, sopte për ditë. Hajde!
Hidhe të valëja, valëja e tretë, valëja e tretë. Hidhe të valëja, valëja e tretë, valëja e tretë. Kush valëzon nuk zotë për jetë, nuk zotë për jetë. Kush valëzon nuk zotë për jetë, nuk zotë për jetë. Pinë tu panat. E pi tu panat, gjëmo në valëja, pinë tu panat. Ajde, hova, ha, ha. Ani morinuse, ani qafgastare, ani morinuse, ani qafgastare, ani aton ruze, ani aton pare, ani aton ruze, ani aton pare. Hajde qika dhe trombojës, hajde! Hey! Hey! O, këse moj qike, o sokolle shpatit, o ty malësia moj qik, bukurit ta fali, malësia moj qik, bukurin ta fali. O, këse moj qike, ti moj qik malësie, o, te poluj moj qik, pesa bukurie, o, këse polun moj qik, pesa bukurie. Hajde, hopa! Hajde të valëzojna, valen e tropojës. Hajde të valëzojna, valen e tropojës. Preke mole e koqe, kupini Kosovës. Preke mole e koqe, kupini Kosovës. Hajde të valëzojna, valen me shonia. Hajde të valëzojna, valen me shonia. E jona Kosova, e jona Shqipnia. E jona Kosova, e jona Shqipnia. Saman moj, bukurie të morsha moj, tu pofsha, ka ju më këllije, t'ka bonona të morsha moj, tu pofsha, cimi cimica, cimi cimica, je vogël për se vëta, cimi cimica, moj, cimi cimica, je vogël për se vëta. Vjem tani me Vjollcën, me një kolazh që ka përgatitur për sot dhe një rikthim pas kaq shumë vitesh në skenë, apo jo? Faleminderit. Faleminderit ty. Tani, bëjmë atë sfidën që kemi me shumë qef? Patjetër.
të nxjerrim secilin prej jush nga ajo zona e komfortit ku ndjen më mirë për performancë. Për shembull, Klismali le ta këndoj ndonjë këngë nga jugu, ndonjë serenat për shembull, ose ndonjë këngë tjetër të shtruar. Klevisin do ta sfidojmë, s'kemi nga ta sfidojmë, me ndonjë këngë kosovare. Klevisi i përmlodhi doktore? Kape një nga veriu tani Evgenia Kapela, siç jemi. Evgenia. Zoja Evgenia i ka bërë do zysha. Ti ke mësuar, ti s'ke mësuar, çau ti mësim tani. Se si e shohim ne? Vjen syzeza në smali, vjen nga dal, o si fllaza e malit. Vjen nga dal, o si fllaza e malit. Unë kërkoj, ti më kërkon, befaj se shpondalim zërin e ta dhe kur ne gjoj, bora shkrin nga male. E kaloj sfitën apo jo? Pa tjetër. Gloria. Verit do të çojmë se. Okej. Pik mere ma shero, hajde pik mere ma. Pik mere ma shero, hajde pik mere ma. E në zëllu shero katër emra. Në zëllu shero katër emra. E me pason se ti e mirë, as do ruze, as do lirë. Me pason se ti e mirë, as do ruze, as do lirë. As do ruze, as do lirë, veç e du një djalë të mirë. As do ruze, as do lirë, veç e du një djalë të mirë. Ma më ngrohet zemra, unë që i këndoj të gjitha, më ngrohet shumë zemra në fakt. Ikën nesër jashtetit, cilën do të merrje me vete për të kënduar në koncert? Ikën ai koncert. Qëndo sfida. Po merë një pyetje është ajo, se s'na ngele tatri se s'po ikën vërtet. S'ka problem. Zemra më vlon për zonjën Evgeni. Do ta pranosh zonja Evgeni, të shkosh të këndosh jashtë me Klevisin. Kam gane me qemi të plan. Gloria, një duet që mund ta bëje, me cilën ta bëje? Qoftë në Tryezë, qoftë me këngëtar të tjerë. Unë e kam thënë, nëse do kisha bërë një duet, do kisha bërë shumë me dëshirë me Petrit Lulon. Me Petrit Lulon. E përshëndesim Petrit Lulon dhe ju urojmë gëzuar. Ti do ta sfidojmë në një serenat apo me Ne, me që si Shkodran, gjithmonë kena shku mirë me Korçart. E pra, prandaj thash. Për një të nova i këngë Korçart. Lidhje martesore, tradita të përveç asaj, nuk mund të ndaj këngë jugut, si pa them jugut perëndimit, të kenë se kena zonjat edhe mikun, s'mundhe me hi aty në ujnave. Për një atë ma mirë, si një Shkodran i vërtet. Në bankat e shkollës ujmike, dy emra i këdhën dëmbigur, as vetë nuk e di si më ike, dhe zemrës i vura një gur. Ne undam në rësirë, se jeta ndarje ka, por se zemra lam të mire, zemrës nuk i tha. Dashuria e parë nuk harrohet, e dyta s'pak s'më kujtohet. Nëse ko kemi ardhur në E treta ka dal në takim, e katra ka zënë vendin tim, e pesta shumë simpatike, e gjashta është tepër nevrike. Ja këtë tek se i raport që i kom. Të tetë kam në shtëpi. Kjo që ka për live, se kjo të maga më... Është versioni original, sepse në shkollën e kam bërë në Korçë. Është versioni original. Tida jote është me një serenat. Unë du t'a godasi qik Shkodra. Se du fort. T'a godas me po këngët e tyre. Kupton? Kur kalon rrugës me naze, si lule zambak, na lupak dhe jenë masyni se m'ka zamarak. Kur kalon ti rrugës time dhe më përshëndet, nuk e di pse fjala më lidhet, zemra qohet me shky marak. Marak kur i shkret, nuk ma len zemrën e qet. Dashurin që kam për ty, nuk e ndroj me ta dy sy. Tani kur na sfidoj Evgenia me një polifoni. Ola në gërgje në malë, si loj i se
qaja, dola në gërë, gjenë maja, si doni se, dhe po qaja, aman si loj, sesh dhe po qaja, një maras do, të më vëmbaja, si loj sesh dhe po qaja, një maras do, të më vëmbaja. Gloria është një dasëm në kolonjë. Blidhen gratë, këndoj një këngë nuses. Ne do mbaj miso një këngë që i këndohet nuses, atë ditë që do ta marri dhëndri. Ase vogël moj ase madhe, që nke qupë moj na musjare, o sa të desha dhe të dua, moje mira. Ase vogël moj ase madhe, që nke qupë moj nolonjare, o sa të desha dhe të dua, moje mira. Kur më shko në për sokak, e vogëla se që më vëre për merak, e manara, e po për ty moj kolonjare, sa të nisesh, moje mira. Për zonet kolonjare. Tani do kaloj tek vjollca. Lule, lule, mbi valdeti, e ja dritë se të kërkon e djepi. Bukur. Super, faleminderit. Për ta mbyllur tani me këngën që do performoj Klisman. Kur më rinë kareshie, unë kam zanë marak në tyje, bardhe bukurie, nuk kam e qajre muj patë marer, bardhe bukurie, nuk kam e qajre muj patë marer. Aty që ndron një këngë nga repertori jot tani. Me flokët të verdha, si djeli me arë, ganet për t'i erdha, mali më ka marë. Vashku të rane, por si drit, ka një që të kam prit. Vashku të rane, por si drit, ku kur shkodra të ka rrit. Vashku të rane, por si drit, kam një që të kam prit. Vashku të rane, por si drit, ku kur shkodra të ka rrit. Vashku të rane, por si drit, ku kur shkodra të ka rrit.